Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i enjtë 19 qershor 2025. Dashi. Është e mundur të pajtoheni me një njeri, të përjetoni emocione të bukura. Situatë e mirë për ata që presin telefonata. Nëse keni një ide të mirë, zhvilloni atë më mirë. Demi. Për punë ose për çështje praktike dita është ideale. Dashuria bëhet përsëri një e preferuar fal qëndrimit tuaj, ju jeni në kreshtën e valës. Binjaket. Historitë e dashurisë janë të komplikuara për t'u menaxhuar, keni kujdes nga ata që janë larg, tashmë të lidhur ose të pamundur për t'u arritur. Nëse duhet të përfundoni zotimet e mëparshme, do të doni të lëvizni ndrysh. Gaforja. Dita është në përgjithësi pozitive dhe aktive, duket se ka ardhur koha për t'u përfshirë dhe për t'u rikuperuar, forca nuk mungon. Luani. Do të gjeni një dialog të mirë në dashuri. Vjen një dozë e jashtëzakonshme optimizmi dhe besimi në mundësitë tuaja, mos tradhtoni pritjet e atyre që ju besojnë. Virgjeresha. Mund të ketë një gjendje agjitacioni sepse disponimi juaj është shumë lart e poshtë, është e gabuar të mendoni për të kaluarën ose për të qenë në gjendje të ndryshoni njerëzit. Keni kujdes për çështje të pasgjidhura prej kohësh që janë grumbulluar. Peshorja. Kjo ditë është mjaft e vrullshme, ka të ngjarë që dikush është i shqetësuar për një çështje parash, në dashuri ka të ngjarë që dikush ka tradhtuar pritjen tuaj. Akrepi. Brenda vendit të punës gjendet një zgjidhje, por ju mund të keni pasur ndjenjen se mënyrat tuaja të lehta mund të kenë bërë dikë të besoj se jeni i pasigurt. Shigjetari. Shumë tension mbi mua. Në nivel ekonomik dhe familjar ka shumë përgjegjësi dhe çdo vendim është i padëshirueshëm. Britsjapi. Kujdes, mund të pendoheni që keni marrë vendime të nxituara nesër, me vullnetin, fatin apo ndërhyrjen tuaj, ju duhet të ndryshoni një situatë pune. Ujori. Ndjeni sikur po filloni një projekt të ri, 2 javët e fundit kanë qenë të vështira. Mos vendosni shumë mish në zjarr. Dashuri grindavece është faji juaj. Peshqit. Mendoni nëse do të shtyni çdo lloj diskutimi për nesër, nuk jeni veçanërisht në formë ose keni shumë probleme për të zgjidhur, negociata të vonuara. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.